çfarë pritni nga pas zgjedhjeve realisht? Po pas zgjedhjeve prisim ndryshim, prisim sa më mirë më u bë, më rregullu rrugën. Problemi kryesor të fshatit juaj është rruga. Rruga, po pastaj tjerët mundin më u bë. Si ta mbojnë rrugën na mungon shumë. Kryesisht këtu janë mërgjimtar, janë në Itali. Mërgjimtar, ketë në Itali jemi. Shoh që ka edhe tabela, sigurisht kanë ardhur për votime. Ketë për votime më ardhur sot. Prisim ndryshim që të bëhet sa më mirë, po inshallah bëhet. Se valla shumë keq, rruga është shumë e dobët. Tu banorë s'kan bet, më thuajse. Jo, ka. Po kryesisht janë në mërgjim. Ketë mërgjimtar. Këto përafërsit një 5-6 shtëpi ndoshta jetojnë. Që jetojnë këtu. Tjerët janë këtë në gurbet. Sigurisht kur vini nga mërgjimi, ktheheni në vendlim. Kthehemi në vendlim, po patjetër. Ajo që kryesore është rruga e Rruga. Ma e vështirë se rruga s'ka, keni pa edhe vetë. Po inshallah prisim që kanë ndaj ndryshim, po. Emrin mbi emrin ma thënë? Enver Mustafa.